Para 2 vitesh, domethënë komuna formoi një komision i cili do të bënte vlerësimin për qëndrueshmërinë e objekteve publike ndaj rezistencës së tërmeteve, ndërkaq që 2 vite më vonë nuk është se ne është bërë publika e raport se cilat institucione domethënë janë të rrezikuara edhe a është marrë ndonjë veprim nga ana e komunës për ato objekte të cilat janë me rrezik. Kemi kërkuar edhe raportin prej komunës, ndërkaq deri tash nuk është se na e kanë dhënë. Ne kemi qenë do kisha thënë konstruim apo revidim të faqes zyrtare të komunës. Tashmë është gati si e tillë, do të besoj që shpejt ai raport do të jetë në faqen zyrtare, por në kërkesë do të mund edhe t'ju dorëzohet, t'ju jepet në sa i përket masave të cilat merren, patjetër që ne si komunë veçanërisht ajo që është më e rëndësishme në këtë aspekt ka të bëjë me shkollat. Aty në konform gjetjeve të atij raporti ne kemi bërë një plan për ndërtimin dhe rindërtimin e gjithë objekteve shkollave të cilat janë të rrezikuara që në periudhën që vjen pra gjithë nxënësit të jenë në ambiente të sigurt.